Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje në largësi. Çfarë frike, pra kush është frika që ka personi i zemrës tuaj? Pra, ndaj jush. Pra, çfarë frike ka ky person ndaj jush? Përse e frikson kjo histori, kjo lidhje që ka me ju? Juve, ky person ju shikon si kjo femër paqësore e zhytur në të paqe, në të bollëk shpirtëror, me të pëllum të paqes në dorë. Ky person mediton dhe ka frikë, mos ju hundet, sepse jeni në një lidhje të komplikuar, jeni larg, dhe frika e këtij personi është mos ju largoheni për të krijuar diçka të re në jetën tuaj. Ky person lufton fort, dhe pse është larg, mundohet, lufton fort që kjo histori mos të përfundojë. Ka shumë frikë dhe gjithmonë mendon për të bërë këtë udhëtim për të ardhur drejt jush. Dhe treshi i kupave më tregon që ju jeni një marrëdhënie të komplikuar, pra është dhe një person i tretë midis jush. Ky person ka dhe një lidhje tjetër, në anën tjetër, pra është larg jush, ka një lidhje tjetër, dhe ju jeni personi i komplikuar në këtë histori. Pra është familjar, ka familjen e tij, dhe prandaj ju kërkoni të largoheni, pra të krijoni dhe ju atë pjesën tuaj të jetës tuaj, të bëni një transformim. Letra e botës të tregon një transformim. Prandaja jeni e dyzuar në këtë histori, keni këtë fash, duhet ta hiqni fashën dhe t'i flisni intuitës tuaj të brendshme për të marrë përgjigjen që ju doni të merrni nga fëmia juaj i brendshëm, nga subkonscienca. Katra e shkopime më tregon një paqe që do të krijohet në jetën tuaj shumë shpejt, sepse ju jeni një person shumë familjar dhe shumë shpirtëror. Ja, pra lidhja është e fshehtë, hëna tregon lidhjen tuaj të fshehtë, personi juaj është larg, është i fokusuar shumë tek puna, tek jeta e tij, prandaj ju mendoni, prandaj është frika e këtij personi që të krijoni jetën tuaj, sepse jeni e mërzitur nga kjo histori e gjatë dhe pas një konkluzion, pas një rezultat. Jeni një femër shumë e sinqertë dhe diskutoni me personat tuaj të afërm për t'i dhënë përgjigjen e dur këtij personi, pa për t'i treguar që diçka mund të marrë fund dhe secili të shikojë jetën e tij. Me kë rezonon kjo histori? Sepse jeni lodhur në këtë histori, me gërmën F, prandaj ka dhe frikë. Me gërmën F, me gërmën K, me gërmën Z, me gërmën V, L, S, Q, T, R, G, M, H, N, I dhe gërmën J. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshqit, gafore, shigjetar, dash, binjak, akrep dhe bricjap. Faleminderit shumë, miqtë e mi.